Përshëndetje të gjithëve, realisht kënaqësi për mua që më jepet mundësia me thonë dy fjalë për profesorin. Kontributi i tij për shumë breza për atë që i ka dhënë futbollit, skuadron dhe ati shqiptar dihet. Por mund të them për eksperiencën time, ndoshta si një nga nxënësit e tij të fundit, atij brezit të fundit futbollistëve që ka stërvit. Realisht na boni mu afru te futbolli, me dash futbollin, në atë kohë që u hap ekipi i profesor Selamis, ishte krejt zona noce, zduda, si Tulla Kryqi, krejt, jo la mundësin gjitha ati brez fëmish të afrohen të futbolli, pasi, si që kujtoj, krejt mirë e hapi ekipin falas, po as një pagesë, dhe më thonë nëshe nga shumë trajnerë që ishin atë kohë. Na bani mu afru një kohë që nështë ndahen profile, dikush mësohet e më shumë, dikush mësohet e më pak, po afru, mu bën bash gjithë të futbolli, dhe sigurisht holli themelit e karrierës teme, jo vetëm si trajner, po edhe si njeri, mund të them. Për gjitha ato këshilla të vyra me vlerë që më kallon për futbollin, po edhe për jetën. Mund kujtoj shumë gjana, mund të them te stërvitja ka kanë shumë strikt, rigoros, dhe më thonë, mos me hum as një stërvitje, mos me mungu as një stërvitje, edhe na përmend të shpesh që kur humi ditë stërvitje e ke humi javë. Po le futbollin i javë, më vonë të leni muj edhe kështu shkon më gjatë. Kështu që kërkohet të gjithë me kanë prezencë stërvitje edhe me punu shumë. Këshillat e tij si sulmues i kam njeh gjithmonë, ndoshta e kam taku para pak ditë edhe prapë ma përsëriti një që më thotë gjithmonë, rri afër portës. Sulmuesi do të më kanë aty te zona, rri afër portës, ndesh me shënu gola. Kështu që nuk i harroj, i kujtoj gjithmonë dhe realisht ka qenë një ndër personat që ka hedhur themelet e karrierës si futbollist, po edhe si person pastaj një. Kështu që më edhe të falenderoj, aty orë jetë gjatë, po ashim nësë sa më gjatë.